Pas daljes së papritur të Eglit nga shtëpia e Big Brother VIP Albania, familja e saj më në fund ka vendosur të thyej heshtjen. Ata nuk janë të kënaqur me mënyrën se si vajza e tyre u përdor për famë nga gjesti. Ne kemi qëndruar të heshtur për një kohë të gjatë, por tani nuk mundemi më. E kemi parë qartë që Egli u shfrytëzua nga një njeri që kërkonte vetëm famë. Nuk ishte dashuri, nuk ishte sinqeritet, ishte thjesht një lojë. Duket qartë se gjesti e përdori këtë situatë për të marrë vëmendje dhe për të krijuar një histori që do t'i sillte atij më shumë mbështetje nga publiku. Ne e njohim vajzën tonë, e dim sa e sinqert është. Por ajo nuk e pa që po manipulohej. Kur e kuptoi, ishte tashmë vonë dhe e gjithë kjo e ndikoi shumë emocionalisht. A do të marrë përgjigje ky veprim? Si do të reagojë gjesti pas këtyre akuzave? A do të tregoj ai ndonjë pendes apo do të vazhdoj të justifikoj? Tani që gjithçka është bërë publike, le të shohim se si do të shkojë historia më tej. Qëndroni me ne për më shumë detaje. Abonohu për të parë më shumë video të ngjashme.